Si vjet, vetë boletinet kudo që janë në Kosovë, Shqipëri dhe të shpërndarë në përbot, do të mblidhen për herë të parë të gjithë në kullën e Bacës Is, si që therasin ata herojnë në boletin të Mitrovicës. Një ide e ka eshme imja ka qenë që t'i bashkoj fisin tim, fisin nga ne vime Prejardhje, jo vetëm Nisniqin, po janë edhe 7 fshatra në komunën e Istogët, duke përfshirë edhe neve në këtë pjesë të Mitrovicës, dhe kemi vendosur që t'jetë sofra e fisit. Aktivitetet përkujtimore do t'jenë të përditshme me takime, vizita në dhomat muze dhe tek varri i herojt dhe bashkëluftëtarëve të tij, por dhe me kumtesa e referate. Që do ta marrin orën e pavarësisë dhe rolin i Sabulitini në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, dhe edhe shumë aktivitete tjera që kemi menduar me njerëzit tonë lokal, me aktorët, artistët, por edhe shkollat të mesme dhe të larta. Kjo kull, dokumentat dhe faktet e shumta që janë në muret e saj dhe historia e këtij heroi legjendar kanë bërë që vizitorët të jenë të pranishëm jo vetëm në muajin nëntor, por gjatë gjithë vitit. Do të them, kemi një kom të jashtëzakonshëm, një kom me një gjakt shumë të mirë, një popull shumë që është i dashtën dhe e don historinë e vet. Prandaj ne edhe po punojmë edhe me fëmijë, kemi marrë edhe shumë orë historike këtu që të njoftohen me gjithë historinë e kombit tonë të madh. Të tilla aktivitete e parashikon dhe në kullat dhe shtëpitë e herojëve të tjerë të kombit si Hasan Prishtina, Azem Galica, Idris Seferi, duke shënuar kulmin te kulla legjendare e Adem Jasharit në Prekaz.